Përshëndetje të gjithëve. Ritakohemi në ciklin Nektar, i cili në gjithë këto vitet e fundit, është njësuar me muajin e madhrueshëm të Ramazanit. Kur vjen Ramazani, vjen dhe Nektari, dhe në këtë hapësirë të mrekullueshme, me këtë dekor të mrekullueshëm, plot ngjyra, plot dritë, plot jetë, mundësuar nga një staf i mrekullueshëm, ku veçon dhe skenografi Agron Ujkani, i talentuar në stisjen e këtyre linjave kaq të bukura vizuale, ne takohemi me shumë personazhe, me shumë figura, me shumë emra të ftuarish, njerëz meritor, njerëz me vlera, njerëz me mendim të kthjellët, njerëz të cilëve Zoti u ka dhënë aftësinë për të kumtuar njerëzve të drejtën, të vërtetën, të dobishmen, të mirën, në këtë botë ku vërtet e keqja me të mirën, gënjeshtra me të vërtetën, e drejta me të shtrembërën, janë gjithmonë në një betejë të pasosur. Jemi të gëzuar që gjatë gjithë këtyre viteve ne kemi marrë vlerësime, komplimenta dhe sigurisht shoqëruar me një etje të audiencës për qenë sa më të pranishëm në familjet tuaja, nëpërmjet mesazheve, nëpërmjet trajtimit të temave të ndryshme, të cilat, sipas testimeve tona, kanë pas një dobi të jashtëzakonshme në ndryshimin e një mendësie, në fitimin e një vetëdije tjetër, e një mënyre të kuptuar të drejtës tjetër, jo vetëm të besimit, por edhe të sensit të jetës. Dhe kështu pra, ne vim në këtë nektar të radhës, për të startuar me ciklin e emisioneve tona, ku sigurisht i takon të parit i kushtohet muaj të Ramazanit. Në vigjilje të Ramazanit, çfarë duhet dim për këtë muaj? Sigurisht kemi dëgjuar. Shumë prej nesh kanë ridëgjuar, dëgjojnë gjithmonë, fitojnë gjëra të reja në kuptimsinë e këtij muaji, por ka edhe për atyre të cilët ndoshta e kanë takimin e parë me kumtet, me mesazhet mbi këtë muaj. Kështu që ne i ftojmë të gjithë të vëmendësohen për ta kuptuar sa më mirë Ramazanin dhe për të kuptuar atë çka është më thelbësore, për çfarë i vlen njeriu ky muaj, për çfarë i vlen njeriu agjërimi, për çfarë i vlen njeriu kjo lloj sakrifice, për çfarë i vlen njeriu që të futet në botën e besimit, ta injekton atë në modelin e tij jetësor, çfarë rezultatesh ka në fund të fundit. Dhe kështu pra, ne jemi sërish me ju për t'i zbërthyer, për t'i ofruar të gjithë këto informacione të shpjeguara në mënyrë të mrekullueshme nga klerikët tanë, nga hoxhallarët tanë, nga njerëzit të cilët janë nderuar me të posedurit e dijes për këtë çështje. I ftuari im i këtij emisioni është hoxha i njohur, kryemami i PE-s Enes Goga. Pikërisht me hoxhën ne do zhvillojmë një bisedë në lidhje me muajin e Ramazanit, çfarë duhet ditur për këtë muaj, çfarë duhet ditur për gjithë atë çfarë përmban Ramazani. Mirë se të kam Enes mbas kaq kohësh, sepse ke pas disa mungesa në këtë cikël, dhe unë jam i kënaqur gjithashtu dhe besoj dhe audienca për pranimin tuaj këtu në studio, dhe jemi shumë të interesuar të dëgjojmë për jush fillimisht se çfarë përfaqëson muaji i Ramazanit. Çfarë është koncepti i Ramazanit, përfshir edhe agjërimin, që është rituali bazik i këtij muaji që e veçon atë. Mirë se të kam edhe një herë. Mirë se u ju faleminderit. Fillimisht me lejoni në radhë të parë që përgëzoj tashmë për këtë projekt të jashtëzakonshëm, tashmë tradicional, Nektarin. Ju përgëzoj juve, Zoti ju shpërbleft të gjithë juve dhe gjithë ata njerëz që janë pas këtij projekti kaq të madh, dhe po ashtu përfitoj nga rasti që të lut Allahun e Madhërisëm që muaji i bekuar i Ramazanit, i cili tashmë vetëm na ka trokit të gjithë neve në zemrat tona, të jetë një muaj i hajrit, duke uruar dhe lutur Krijuesin që të gjithë ne, familjet tona, i mbar populli ynë
mbar ummeti Muhamedit a.s. mbar bota të mbulohen dhe të kaplohen me begatit dhe mirësit, me mëshiren, me paqen, me qetësin e këtij muaji të bekuar dhe begative të këtij muaji. Padyshim, Ermir, sikur edhe ju e thatë, në vigjilje të muajit të Ramazanit ne të gjithë duhet të jemi vigjilent, duhet të jemi të kujdesshëm, të vëmendshëm për ardhjen e këtij mysafiri jo të rëndomt, nga se muaji i bekuar i Ramazanit, nëse e trajtojmë si mysafir, është diçka i jashtëzakonshëm që meriton një mobilizim të jashtëzakonshëm për gjithë neve, nga individi, pastaj nga familja, nga shoqëria e kështu me radhë. Është detyrë jona që ne në vazhdimsi të bëjmë përpjekje që të provojmë të krijojmë ambient sa më kompatibil, sa më të përshtatshëm, sa më komod, sa më të natyrshëm, i cili i përputhet me mirësitë e këtij muaji. Sigurisht se muaji i Ramazanit përmban në vete shumë koncepte. Agjërimi në vetveten e tij është një institucion, është një filozofi që kërkon prej neve që ne përtej atyre parametrave që njihet si përkufizim agjërimi kur ne ndalemi apo abstenojmë prej ushqimit, pijeve dhe marrëdhënieve tona intime legale, përtej këtyre dimenzioneve, përtej këtyre parametrave, filozofia dhe koncepti i agjërimit është diçka më e madhe. Prandaj kisha më thënë, çdo njeri i cili dëshiron ta përjetoj Ramazanin dhe dëshiron t'ia hap dyert këtij muaji të bekuar e më pas ta sheh ndikimin e drejt për drejt të këtij muaji në vetveten tonë, në karakterin tonë, në sjelljen tonë, në veprimet tona, atëherë duhet të kemi parasysh në raport me agjërimin dy gjëra më rëndësi. E para, çfarë është agjërimi? Sikur edhe më herët aludova në kuptimin e atyre dispozitave fetare juridike, agjërimin e nënkupton kur ne qysh herët në agim të mëngjesit ndalemi nga ushqimet, nga pijet, nga marrëdhëniet intime dhe deri në perëndim të diellit ne e respektojmë dhe abstenojmë prej këtyre gjërave. Kjo është ajo ana, nëse mund të them, ajo ana e jashtme. Ajo ana e jashtme e cila përfaqëson agjërimin. Ndërsa ajo çfarë ne duhet ta dimë, e cila kërkon agjërimi prej neve dhe e cila ka të bëjë drejt për drejt me vetë shpirtin e agjërimit. Pra kemi anën fizike dhe anën etike pastaj. Anën etike, ajo ana shpirtërore e agjërimit, ajo filozofia e agjërimit është që ne përpos këtyre veprimeve që ne qëndrojmë larg nga këto veprime për kaq orë të caktuara, atëherë ne duhet me do e mos të jemi jashtëzakonisht të kujdesshëm, të vëmendshëm, të kemi një vetë kontroll mbi unin ton, mbi sjelljen ton, mbi reagimet tona. Madje edhe në momente kur mund të provokohemi prej të tjerëve në një përkufizim të kësaj natyre, i dashuri ynë profeti Muhammed, paqja dhe shpëtimi i Zotit qofshin mbi të, thotë Zoti i Madhërisht nuk ka nevojë për urinë dhe etjen tuaj, derisa ju nuk largoni prej sjelljeve të vrashta, derisa ju nuk largoni prej veprimeve të pahishme, prej atyne sjelljeve jo korrekte, që i bie sigurisht se pjesa e agjërimit është që ne të abstenojmë prej ushqimit dhe pijeve kohë të caktuar. Mirë po, nëse ne vetëm këtu fokusohemi dhe nga agjërimi ynë mbetet vetëm kjo ana fizike, kjo lodhje, kjo uri, kjo etje, kjo molisje, atëherë ne nuk e kemi marrë atë nektarin, nëse mund ta huazojmë si terminologji, ne nuk kemi arrit me e thith dhe me e marrë dhe me e përjetu dhe me e shiju nektarin e agjërimit, nëse ne edhe në aspektin shpirtëror nuk e përjetojmë. Madje jo vetëm në aspektin shpirtëror, me tërë qenien tonë do të provojmë ta përjetojmë agjërimin. Dhe gjëja e dytë, apo çështja e dytë që ka të bëjë me agjërimin dhe shumë e rëndësishme, madje bazike, jetike, është se çfarë synojmë ne nëpërmjet agjërimit.
çfarë provojmë ne, cili është objektivi që ne provojmë me arrit nëpërmjet agjerimit, këtë na thot në mënyrë shumë të qartë dhe të thjeshtë, vetë Perëndia i plotfuqishëm, Allahu i Madhërisëm në kapitullin Bekare, në ajetin 189 thot me qëllim që ju nëpërmjet agjerimit të arrini në devocion. Me qëllim që ju të arrini të prekni devotshmërinë, ta përjetoni devotshmërinë, që ju nëpërmjet agjerimit, agjerimi të shndrohet në një mekanizëm i cili neve do të na bën edhe më pranë Zotit ton të madhëshëm, i cili do të na bën neve edhe më të ndihshëm, të kemi atë ndjesinë njerëzore. Nëpërmjet agjerimit ne do të shpërfaqim humanizmin, nëpërmjet agjerimit ne do të përjetojmë dhe do të ndijmë çka do të thotë një njeri të cilit Zoti ja ka bë kismetin, ja ka caktu fatin që ai të ketë sfidë me kafshatën e gojës. Çka do të thotë një njeri i cili që në mëngjes herët gdhin barkthat dhe i uritur dhe e kalon pjesën më të gjatë të ditës, barku apo stomaku i tij është i zbrazët. Dhe ti nëpërmjet agjerimit kaq kohë sikur ti e ke, jo sikur, po sigurisht se e ke përjetuar edhe statusin e atij njeriut. Apo statusin edhe një kategori tjetër të njerëzve që ana materiale atyre nuk ju mungon, po ju mungon shëndeti, si rrjedhoj e smundjeve të ndryshme që ata janë të prekur nga smundjet dhe ti për një moment e përjeton edhe këtë status. Prandaj, shkolla apo institucioni i agjerimit dhe i Ramazanit në përgjithësi, se agjerimi është më specifik, Ramazani është shumë më i gjerë, që ne kemi brenda Ramazanit edhe institucionet tjera, dimensione sociale, kërkon nga ne që ne ta përjetojmë agjerimin dhe Ramazanin e më pas atë ta shpërfaqim në ambientin ku ne jetojmë. Dhe sikur të ishte e mundur, me këtë po e përmbylli këtë, sikur të ishte e mundur që ne ta bëjmë agjerimin dhe Ramazanin zbashku, që ata të flasin dhe të janë prezent në mesin tonë, në kuptimin figurativ. Njëjtë ashtu edhe me Kur'anin, kjo qasje duhet të jetë, qasja jonë karshi Kur'anit duhet të jetë kjo, që ne në ambientin dhe në botën ku jetojmë, Kur'ani të jetë i atill që ecë në mesin tonë, është prezent, reagon në situata kur ne kemi nevojë për dritën, për udhëzimet, për porosit, për mësimet e Kur'anit famlar. Kështu duhet ta kuptojmë institucionin e agjerimit dhe shkollën e madhe apo medresen e Ramazanit, që Ramazani provokon drejt për drejt ndryshim të madh në jetën e individit dhe të shoqërisë. Domethënë na detyron, nuk e kemi këtë apo e dëshirojmë apo, domethënë vetë agjenda e muajit të Ramazanit neve na detyron që ne të bëhemi pjesë një ndryshimi që në ditët e rëndomta ne ndryshe e jetojmë jetën. Ju po e shpjegoni muajin e Ramazanit, po e shpjegoni agjerimin më saktë si ritualin bazë nëpërmjet një ligjërimi të caktuar. Mirë po, ka ndodhur që në procesin e agjerimit, në këtë ritual janë përfshirë edhe njerëz që nuk janë të besimit islam. Ndoshta e kanë filluar si një, ta provojnë si eksperiencë, të tërhequr nga kjo gjë, dhe në fund nuk ka ndodhur që të jenë ndjerë të mrekulluar dhe madje ta shprehin atë që kanë ndjerë. Dhe këtu nuk ka pas nevojë edhe për shumë fjalë. Mos edhe këtu përfshihet ajo mrekullia e këtij muaji, një njeri futet, agjeron, ndoshta nuk ka informacionin e duhur, nuk ka shpjegimet e duhura, por ajo çka ndjen në fund, nganjëherë është e vështirë edhe të përshkruhet, po si një ndjenjë mrekullueshme. Padyshim, këtu jo vetëm sa bukur dhe ju e thatë, jo vetëm që është mrekullia e Ramazanit, respektivisht agjerimit, po këtu kemi të bëjmë edhe me atë pjesën tjetër e cila ka të bën me hynoren. Sikur ju thatë, shumë njerëz janë motivu ta përjetojnë dhe ta nisin agjerimin prej motiveve më të ndryshme. Qoftë edhe prej atij motivit që unë të bëj pak kujdes me ushqimin, një farë, nëse mund të them, si lloj i dietës. Ai i dyti ka dashur nga
dashuria dhe respekti që ka për mikun të solidarizohet, spaku thot do ta agjeroj edhe unë, do të mbaj Ramazan edhe unë një ditë sikur kolegu im, sikur miku im. Dhe ka rastis që ai pastaj është përvjedh, pa e kuptuaj, e ka përvjedh muaj i bekuar i Ramazanit, prandaj Ermir ne në vazhdimsi atakohemi prej disa veseve të pakëndshme, që të gjithë ne në mënyrë unanime pajtohemi që ato vese janë të pahishme. Gërgësia, ndonjëherë kur ushqehemi e teprojmë. Pastaj lakmia, ku ta di une, pikrisht shkolla e Ramazanit neve na jep mundësinë që ne të këndellemi. Na jep mundësinë që të reflektojmë se ne nuk mundemi në plotëni të zhveshemi nga këto vese. Mirë, por ne kemi mundësi ato ti minimizojmë edhe ti menaxhojmë drejt. Prandaj këto na jep këtë mundësi madhështore, na ofron shkolla e Ramazanit dhe agjerimit. Pra kemi të bëjmë me peshën e hyjnores, pesha e madhe që ka hyjnoria në tek individi. Unë do të ndalesha në këtë sens sepse ashtu siç agjerimi, ashtu si disa të tjera aspekte të besimit e kanë brenda sakrificën. Në duke kur e shikon nga jashtë, bile njerëzit që nuk janë brenda besimit ndoshta habiten nga kjo edhe kanë ato pikpyetjet e tyre, mund të kenë dhe kontekstet e tyre. Mirë, po mund themi që ka një peshë hyjnore që vetëm ai që beson e ndjen dhe ja që ja lehtëson të gjithë të lloj sakrifice. Po marr si shembull edhe mbulimin e femrës, që në duke është një sakrificë, sepse vinë temperaturat e larta dhe në logjikën e thjeshtëzuar, si përfaqësore, ajo është një sakrificë. Mirë, po është pesha e hyjnores që vetëm ai që e bën këtë gjë e ndjen se sa e lehtë dhe se sa e thjeshtë është ajo gjë. A mund ta shpjegojmë edhe në këtë formë Ramazanin për të gjithë ato që ndoshta na shikojnë pak me pikpyetje në këtë aspekt? Eksakt. Dhe që ne i ftojmë urdhroni, hajde të provoni. Eksakt. Pleqët tonë, babgjyshat dhe gjyshët tona, e kanë artikulu këtë që ju sapo e shpërfaqet në formën më të bukur. Kur kanë diskutu dhe kur është debatu mundësia e agjerimit Ramazanit, në veçanti kur kemi të bëjmë, kur Ramazani rastis tjetë në stinën e verës, kur kemi të bëjmë me agjerim 17 orë, kohë gjatë, vape madhe, obligimet të cilat janë ndaj jetës, puna, ku ta diune, pleqët tonë e kanë artikulu këtë duke thënë Ramazani agjerohet me itikat. Tash unë po e them ndryshe. Agjerimi, si kur ju thëtë, jo edhe vetëm agjerimi, mirë po çdo adhurim dhe çdo përkushtim ndaj krijuesit përmban në vetë sakrificën, qoftë ndonjë dozë e sakrificës më e madhe apo më e vogël. Po dyshim agjerimi përmban vete një sakrificë kogja të madhe. Mirë po, nëse ne e fillojmë agjerimin me bindjen në radhë të parë se ne mundemi, ne do t'ja dalim mendimin e krijuesit. Dhe fundja unë çfarë po bëj? Unë po i përulem dhe po i nënshtrom urdhrit të krijuesit tim. Dhe do të ishte krejt e pa arsyeshme nëse krijuesi im do të kërkonte diç nga unë që është për mu impossible, është për mu e pamundur. Domthon, ne kemi nevojë vetëm, shiqo Ermir, më lejo të bëj një digresion. Më ka rastis të dëgjoj nga njerëzit e profilit, ekspertët në lidhje me obezitetin. Obeziteti është një shqetësim i kohës tonë moderne, madje edhe shqetësim i shteteve më të zhvilluara. Njerëzit të cilët merren me këtë problematik, të gjithë janë unanim, të dakorduar, se hapi i parë i gjithë atyre njerëzve që kanë këtë shqetësim, hapi i parë ata duhet ta bindin vetveten e tyre këtu. Jo këtu. Jo këtu. Nëse ata do ta bindin vetveten, se ata do të mund ta kontrollojnë vetveten e tyre. Dhe ata do të lirohen një ditë prej obezitetit dhe do të jenë me shëndet ashtu sikurse janë rekomandimet. Atëherë çdo gjë do të jetë e lehtë. Duke tërhequr këtë paralele, po bëj një analogji.
Të gjithë ata që kanë hamendësime dhe kanë dilema prej më të ndryshmeve. Ne I dëgjojmë si hoxhallar. Thot, hoxh, unë kam dëshirë ta xheroj, po nuk mundem. Me beso nuk mundem. I tilli se ka provu asnjëherë. Prandaj është edhe ajo është ai debati filozofik I njohur sa rëndësi të madhe ka një njeri në radhë të parë ta vetëdijsoj vetveten që asnjëherë në jetën e tij për sfida të mos thotë nuk mundem. Po para çdo sfide të thotë unë mundem. E pastaj sigurisht se është shumë më rëndësi motivi që ai mundësinë dhe potencën e tij ku e bazon dhe ku e mbështet. Prandaj, nëse ti me bindje të plot në krijuesin dhe e ke bindur vetveten se ti do t'ja dalësh, ta xheron dhe fare nuk është më problematike a jon 15 orë, a janë 18 orë, a shkon temperatura 35 apo 40. Fundja fundit, që po e them dhe po e përmbylli me dy fjali. Agjërimi I Ramazanit është më rëndësi jetike edhe shëndeti njeriut dhe mosha. Mirë po nuk janë këto komponente të domosdoshme, nga se ne njohim njerëz që janë në moshë shumë të shtyrë, madje e kanë kaluar edhe moshën 80 vjeçare dhe e agjerojnë Ramazanin pa asnjë shqetësim. Po, zakonisht gjatë muajit Ramazanit ofrohen dhe këto rekorde nga media të ndryshme ku ballafaqohen me raste shumë të veçanta, njerëzish të veçantë të cilët kanë agjëruar në vite që nga fëmijëria deri në moshë të tyre dhe vazhdojnë të agjërojnë me të njëjtin përkushtim. Si shembull motivi. Po. Po në anën tjetër kemi një shembull tjetër. Po e zëjmë kemi djem dhe vajza të reja, apo po nëse e marrim gjinin mashkullore, kemi djem që janë në lulën e rinisë. Janë muskuloz, merren me sporte dhe aktivitete të ndryshme. Mirë po nuk ja dalin dot. Ata nuk ja dalin dot se edhe njerë po them, problemi tyre është këtu, se ata kanë nevojë vetëm me fol me vetveten e tyre, me e bind vetveten e tyre se unë mundem. Dhe për mu nuk është kjo fare problem. Sa herë Ermirit të lutem, ju ka ndodhur juve dhe mu dhe gjithë tjerëve dhe shiquzve të nderuar, sa herë gjatë jetës tonë si rezultati angazhimeve në ndonjë ditë dinamike na ka ndodhur dhe ne kur kemi pa ka ikur dreka, ka ardhur ora 2 pas dite, ne as kemi hungër me mëngjes, a na ka ndodhur? Na ka ndodhur. Dhe as fare që e kemi pas mendjen nga ngarkesa e obligimeve dhe detyrimeve. Prandaj, sikur ju e thatë, pa dyshim se ajo pesha hynore është prezente dhe agjerimi I Ramazanit duhet të agjerohet me atë bindjen, me atë moralin, me atë karakterin e fuqishëm që njeriu ja del dhe sot edhe në botën moderne, edhe tek jo muslimanët, agjerimi si disiplin tek ata, tek ne si adhurim, praktikohet. Madje njerëzit edhe inkurajohen që të provojnë agjerimin, madje edhe si kurim për probleme shëndetësore që sot mjekësia bashkohore, mjekësia moderne, ka arrit me konfirmu efekte të jashtëzakonshme pozitive të disiplinës së agjerimit. Kështu po shprehna për ne është adhurim agjerimi, nga se ajo mund të jetë disiplinë vetvete, po ne e bëjmë vetëm si ritual dhe si adhurim. Po, para se të shtroj pyetjen e radhës, por ofej një rast në Shqipëri, një vajzë në moshën 17-18 vjeçare, e cila e pranon Islamin, po pa e deklaruar në familje, edhe për shkak të statusit veçantë të një besimi tjetër, dhe e mban fen për 5 vjet pa e ditur familja. Pa e ditur familja, pra gjitha ritualet edhe agjerimin. Edhe agjerimin pa e ditur familja dhe kur vjen momenti pastaj që e bën të qartë besimin e saj, atëherë kujtohen prindrit dhe I rikujtohen ato periudhat ku vërtet ballafaqoheshin me disa sjellje të çuditshme pastaj quhen, edhe refuzimi I ushqimit, se si u devionte vakteve etj dhe I thon prindit, tashin e po kujtohemi me fjalë se ti pas ke qenë në të tjetër në tjetër dimension. Ne nuk ta kemi vënë mendjen atëherë, pse po nuk po ha, pse po e kalon më vonë vaktin. Interesante dhe kur unë jam ndodhur brenda familjes dhe më kanë treguar këtë histori, ajo dhe faljet I kryen të gati në mënyrë të fshehtë,
Edhe po ishte interesante kjo puna e agjerimit, pra se si 5 vjet kishte agjeruar në fjalë pa e ditur familja. Vazhdoj me pyetjen tjetër. Atëherë, a është e nevojshme që çdo njeri para se ta starton muajin e Ramazanit, agjerimin të bën dhe një rikthim në përvojën e kaluar të vitit tjetër, të shikon se çfarë ka çaluar, diçka çfarë nuk është plotësuar, dhe t'i futet muajit e Ramazanit edhe me një premis për ta përmësosur atë. Kjo është... Pra nuk po diskutojmë tani ta agjërosh apo ta agjërosh. Tash jemi te pjesa po do agjërosh, por si do agjërosh edhe si do e kalosh. Në vazhdën e momenteve që kanë të bëjnë me vigjilencën karshi muajit Ramazanit, po dyshim duhet të jetë edhe ky element, i cili është shumë i rëndësishëm dhe shumë produktiv për besimtarin. Çdo njeri nga ne ka një eksperiencë dhe pas vetit kalon me 10 Ramazana. Dhe është shumë mirë ne t'i hudhim një sy atyre dosjeve dhe ky shiqimi yni t'jetë një analizë kritike. Sa jemi avancuar, sa jemi kënd kënaqur ne me Ramazanat e kaluar, çka na ka ik, çka nuk kemi arrit të realizojmë nga agjendat tona, nga se besimtari i zellshëm çdo herë në fillim të Ramazanit, madje para se të hyjë Ramazani, ai shkruan një program, ka një agjend të qartë, ditore, që ai duhet t'i përmbush ato obligime, ato detyrime që ai ja ka caktu vetvetes së tij. Pra du ta bën këtë agjend që të jetë ndihmëtari vetvetes për ta kryer sa më mirë, që të jetë produktiv. Prandaj, nëse ne shiqojmë në Ramazanat e kaluar dhe mund të ndalemi tek Ramazani i fundit, nëse nuk dëshirojmë të bëjmë analizë më të thellë, atëherë duhet të bëjmë analizë Ramazanit të kaluar dhe të marrim gjërat një nga një. Po e zojmë, në radhë të parë agjerimin. Sa ka qenë agjerimi yt i përsosur? Ne e dim se ne arrim në iftarën e kohën e iftarit të dalim në finale si fitimtar, nga se jemi largu nga ushqimet dhe pijet dhe nga marrëdhëniet intime. Po kjo nuk është e tëra. Eventualisht lëshimet dhe njollat, nëse mund të shprehim kështu, njollat që ja kemi shkaktu me vetdia apo pa vetdia agjerimit ton, qoftë nga shprehjet e pahishme, qoftë nga sjelljet e pa kontrolluara apo nga ndonjë veprim i pa matur e kështu me radhë. Pastaj e marrim raportin e Ramazanit me Kur'anin. Muaji i Ramazanit është muaji i Kur'anit, është ekskluzivitet i Ramazanit është Kur'ani, nga se Allahu përzgjodhi pikërisht muajin e Ramazanit dhe filloi zbritja e Kur'anit. Dhe e shiqon Ramazanin e kaluar qasja jote dhe raporti yt me Kur'anin. A ke arrit të kalosh orë të kënaqshme me Kur'anin? Kur ne sot e dim koha jonë moderne, ne kemi një dinamik të pamëshirshme, koha si na atakon, rrjetet sociale, emisionet të ndryshme, emisionet sportive, ku ta di une, shtoja kësaj që njerëzit pikrisht enkas për muajin e Ramazanit edhe përgatiten me emisione enkas të natyrave të ndryshme, prandaj është sakrificë e veçantë brenda kësaj sakrifice që me do e mos të sigurojmë një orar, dhe ky orar të jetë një orar i çmuar, të jetë një orar kualitativ, mos të jetë orar që ne brenda 24 orëve kemi nda pak minuta, mirë po të jetë një kohë kualitative që ne do t'ja përkushtojmë leximit dhe meditimit të Kur'anit. Pastaj në këtë frym të vazhdojmë me gjitha dimenzionet tjera, me namazin, me shtruarjen e sofrës së iftarit. Nëse ne nuk kemi errëmirë mundësi të thrasim 20 njerëz në iftar si mysafir, pothuajse çdo njeri nga ne në sofrën e iftarit ka mundësi me eftu 1 apo 2 njerëz, qofshin ata familjar, qofshin ata komshi, qofshin ata miq, koleg, dashamir, ku ta diune. Nga se vetë Ramazani kërkon që ne të kemi këtë shpirt të humanizmit dhe të solidaritetit dhe të miqësisë. Pastaj në raport me lëmoshën, pastaj në raport me shumë gjëra tjera, prandaj ndoshta
një hap shumë i rëndësishëm që neve do të na mundson, për mos të thonë, do të na siguron që të kemi një Ramazan kualitativ. Dhe sa më produktiv është që ta kthejmë kokën prapa. Në Ramazanin e kaluar të bëjmë një vështrim, të bëjmë një analizë sa kemi arrit Ramazanin e kaluar dhe të plotësojmë ato të cilat i kemi lënë mangu dhe të dalim në ditën e Fitr Bajramit sa më fitimtar. Kemi sa më të zellshëm në këtë aspekt. A mund tjetë muaj Ramazanit në vijim dhe në zjerim të kësaj kuptimësie pra të rregullimit të diçkaje në raport me të kaluarën, një vend të mbjellje e një virtyti të caktuar në këtë muaj, 1, 2, 3, pra a mundet dhe a do të ishte nevojshme që njeriu i cili ka vendosur ta agjerojë njëkohësisht të përcakton 2-3 objektiva për 2-3 çështje të cilat me të cilat ai ka probleme, është i ndërgjegjshëm, është koshient, është në një betejë, është në një përpjekje dhe ta shfrytëzon këtë muaj si më të favorshmin nga shumë pikpamje për t'i rregulluar atë çfarë shkon, për të themeluar një virtyt të ri tek vetvetja që do jetë pjesë e personalitetit të së nesërmes. Pra të rithemelon deri diku vetveten sigurisht për mirë. Në vazhdën A mund shërbej Ramazani dhe për këtë gjë? duhet të na shërbej. Biles më fal, le t'i bëjmë një shtojtës edhe për pak humor, nëse ai ka dëshirë t'i futet gatimit, mi po s'ka pas mundësi. A mundet që në këtë muaj thotë shiko, unë do t'i bëj një qëllim vetes, që këtë muaj të mësoj të gatuaj, me që e kam qef çështje artin e kuzhinës dhe iftarët i përgatis vetë. Po pse jo? Po e marr si shembull në praktik. Allahu shpërbleft. Jo, a mund të jetë, po ne duhet patjetër këtë ta synojmë. Dhe unë tani do të provoj 2-3 shembuj nga aspekte të ndryshme të ndalem. Poezojmë. Prapë po kthehemi te Kurani. Nëse poezoj, unë kam një qasje jo korrekte ndaj Kuranit brenda vitit. Atëherë le të jetë objektiv, një nga objektivat gjatë Ramazanit që unë ta themeloj këtë virtyt, ashtu sikur ju shprehet, dhe qasja dhe raporti me Kur'anin tjetë vendimtar që gjatë gjithë muajit Ramazanit unë e kam qasjen të freskt, të nkuar, tërkohën jam i konektuar me Kur'anin, nëse më i kështu të shprehem, dhe pastaj kjo shprehi e mirë të vazhdoj edhe pas Ramazanit. Po e zojmë njerëzit të cilët janë të vetëdijshëm se konsumimi i duhanit është i dëmshëm. Muaji Ramazanit është një shkollë e jashtëzakonshme që të ndihmon jashtëzakonisht që ti nga ky ves i shëmtuar të lirohesh. Po, madje në një farë mënyrë mund të përdoret për Ramazanin edhe aksioma ti mundesh. Pikërisht. Ti mundesh. Pikërisht. Për shumë e shumë gjëra, jo vetëm për duhan. Allahu të nderoft, unë aty më herët aludova kur thash se aksioma dhe ajo filozofia më e rëndësishme në jetën e njeriut është që në radhë parë të largon atë bindjen e gabur, unë nuk mundem. Dhe ta bind dhe të punoj me vetveten e tij se unë mundem, ti mundesh. Pastaj poezojmë nëse një njeri ka problem me gjumin, kalon orë të shumta në gjumë. Është muaji Ramazanit i cili ty të detyron oraret, koha së fyrit, namazi sabahut, obligimet që mu ty atë tjetrin na presin që në fillimin e një dite të re. Edhe pikërisht ndoshta muaji Ramazanit do të jetë një mundësi e mirë që ne të stërvitemi dhe të shiqojmë objektivi joni është që ne brenda 24 orëve të pushojmë 6 orë, 7 orë, janë të mjaftueshme. Janë të tepërta 12 orë që unë po i kaloj në gjumë. Zatën Ermir, ne shqiptarët kemi nevojë konceptin ton karshi gjumit ta rregullojmë. Kam frikën që një kohë që shumë nëse nuk di a kam guximin të marr guximin të them që shumë shekuj jemi i ranë në gjumë të thellë. Mirë po, nëse jo shumë shekuj që shumë dekada ne jemi në gjumë të thellë dhe kemi nevojë ta korrigjojmë vetveten, kemi nevojë më shumë t'i kushtojmë kohës e cila është kapitali i njeriut në punë, në shkollim, në lexim, në aktivitete, se sa në gjumë që po na kalon pjesa më e madhe e jetës në gjumë. Prandaj le të shërbej në vazhdën e këtyre përgatitjeve për muajin e Ramazanit edhe ky objektiv që ne muajin e Ramazanit do ta konvertojmë në një shkollë, në një mundësi të mirë që ne ato veset e liga do t'i menjanojmë,
ato gjëra të cilat i kemi mungu do t'i plotësojmë, ato të cilat nuk kemi arrit t'i plotësojmë ashtu si duhet, t'i arrim aty ku duhet, dhe gjithmonë mirë kishte me qenë që çdo Ramazan i ri të ketë diçka të re. Këtu desha ndalëm. Pra, a ka një limit Ramazani apo ne kemi limite, normalisht njeriu ka limite dhe ajo që është produkt qellor nuk ka limite, si parimi i përgjithshëm, dhe a duhet që në premisën për t'u qasur sa më mirë dhe sa më thellë Ramazanit tjetë dhe pikërisht zbulimi i të rejave nga ky muaj, pra për ta pasuruar vetveten me një vetëdije akoma sa më të lartë mbi këtë muaj. Nëse ne kështu i qasemi Ramazanit, atëherë kjo tregon dhe dëshmon vigjilencën tonë. Kjo tregon se ne pas kemi qenë të vëmendshëm, pas kemi qenë të kujdesshëm, nga se është e dhimbshme nëse ne lejojmë që muaji i Ramazanit ashtu sikur hyn edhe kalon, përfundon me rutinën e tij. Tash ne këtu në Kosovë, po mendoj ndoshta edhe në treva tjera shqiptare. Po, kjo mund të ishte nën titulli i emisionit që Ramazani mos jetë rutinë, se kjo është sfidë e madhe. Sigurisht në trevat shqiptare janë ato specifika traditat. Nuk duhet të jetë pjesë që Ramazani neve na lën vetëm ajo rutina. Është koha e iftarit, ne shkojmë vrapojmë, të blejmë samuna, pitalka si thonë, të marrim ambëlsira, të marrim bozë, në kohën e iftarit të ketë sofër gjitha begaditët mira të bereqetet e Zotit, pastaj në kohën e syfyrit njëjtë ashtu, njerëzit e shfrytëzojnë kohën e iftarit deri në syfyr, e kalojnë në momente të ndryshme, zbaviten duke luazur shah, domina, letra, muhabete, shiqojnë emisione të ndryshme sportive, vizitat të ndërsjellta, iftarët që organizohen me karakter më të madh, të gjitha këto janë të mira. Mirë po, nuk duhet të jenë këto vetëm ajo agenda rutinore e Ramazanit, mirë po ne në çdo Ramazan le të jetë obligim individual që ne në çdo Ramazan kemi arrit. Ramazanin e 2017-s këtë nuk e kam pas. Tani në Ramazanin e 2018-s e arrita këtë. Në Ramazanin e 2019-s, nëse jam gjallë, shëndosh edhe mirë, është, po e zojmë, ta marrë një shembull konkret. Një njeri ka arrit pej pas luftës deri tani, po e zojmë 20 Ramazana të agjeron. Mirë, po asnjë Ramazan nuk ka mendu me e kalu një pjesë të Ramazanit në Mekë. Nëse ti ke mundësitë materiale, pse nuk planifikon një pjesë të muajit të Ramazanit, një javë apo 10 ditë me i kalu në Mekë? Kjo është një eksperiencë jashtëzakonshme, edhe në sferën e adhurimit, po edhe në sferën e eksperiencës që njeriu ka. Dhe do të thotë kishte me qenë mirë, sikur njerëzit që përkujdesen, po e zojmë pushimet verore, pajtoheni besoj, njerëzit përkujdesen që pushimet verore mos me i kalu në rutinë. Madje bëjnë përzgjedhjen e bregdeteve, bëjnë përzgjedhjen e ofertave që ofrojnë e njëjta vigjilencë, i njëjti kujdes duhet të jetë edhe për muajin e bekuar të Ramazanit, që ne të mos lejojmë që të na mbërthej neve vetëm ajo rutina edhe ato gjërat e randomta, mirë po ne të kërkojmë dhe të synojmë ato çka vetë agjerimi po kërkon ne ta synojmë. Të kërkojmë që të arrijmë deri në perfekcion. Dhe në fund, sepse jam minutat e fundit, disa fjalë nëse mund të rezervoni për të gjithë atë grupim individësh pavarësisht moshës, të cilët kanë akoma pikpyetje, akoma nuk janë të vendosur nëse duhet të agjerojnë, si t'ja bëj, kanë ato dilemat e brendshme, si mund të t'ju përcillit një mesazh për ta vendosur përfundimisht. Kisha me i thonë 3 gjëra. E para, kur kemi qenë fëmijë, kujtoj nana ime, po gjithë nanat tona na inkurajonin që të provojmë agjerimin, nga se fëmiu kur i sheh familjar të prind duke agjeru, ai edhe pse nuk e ka idenë, nuk e percepton ç'është agjerimi, ai thotë unë do të agjeroj. Dhe në momentin më kujtohet kur ishim të vogël, kur ndishim nevojë që të ushqehemi, e iftari ishte edhe 7-8 orë, atëherë nanat tona na thonin në rregull, ju ushqehuni, ju do të veproni kështu dhe ditën e nesërme, pastaj do të shkojmë te rroba qepsi edhe do ta qepim, do ta bëjmë një ditë të plotë. Do të thonë një praktik shumë e mirë, një model shumë i mirë. Unë gjithë atyre njerëzve që kanë dilema, atë hy apo mos të hy, atë filloj apo mos të filloj. Apo dikush thotë, "Sheqa, unë kam dëshirë, po duhet ta agjeroj komplet muajin. Unë nuk kam mundësi krejt muajin."
atëra s'po futen fare, gabim është. Mirë, ti futu, filloj, bismillah. Një ditë. Është ajo praktika tek ne, dita e parë, dita 27, dita e fundit, në rregull. Kjo është për t'u vlerësu. Mirë, por ne kemi nevojë këta njerëz ti inkurajojmë, ti trimnojmë, se ti e po ai njëjti ditën e parë sikur agjerove. Madje, edhe nga kuptimi mjekësor, ditët e para, për shkak se ne gjatë 365 ditëve ushqehemi, ndoshta edhe me ushqime të pakontrolluara, toksinat, efektet e tyre, ditët e para dhe dita e dytë varësisht për njerëzve mund të shoqërohet edhe me kokëdhimbje. Nga se ne tani jemi në momentin më të mirë, jemi duke u liru prej atyre gjërave të dëmshme që i kemi pas në organizëm. Kemi fillu me e bo një pastrim general. Dhe do të bëjmë durim dhe do t'ja dalim me lejnë e Zotit. Ti mundesh, aksioma, ti mundesh. Dhe e fundit fare Ermir, kam përshtypjen se jemi krejt në limitet e fundit, kisha dash të bëj, kam një kërkes krejt miqësore, vllazërore, humane. Dhe kjo le të mbetet në ndërgjegjen e çdo njerit prej nesh. Edhe në veçanti me ata të cilët nuk dëshirojnë të bëhen pjesë e Ramazanit dhe agjerimit. Kisha pas dëshirë që ata spaku të kenë respektin dhe ndjeshmërinë karshi agjeruesve. Ne nuk mund t'u marrim të drejtën njerëzve mos hani publikisht, mos pini publikisht. Mirë po, kemi të drejtën ta bëjmë këtë thirrje vllazërore, miqësore, njerëzore, që spaku të kemi ndjeshmëri. Me beso, në të kaluarën, në vendin tonë, në vatanin tonë, edhe ata të cilët kanë qenë të besimeve tjera, e kanë pas këtë ndjeshmëri. Vetëm në emër të respektit. Madje, edhe ata të cilët kanë qenë të besimeve tjera, shqiptarët katolik, nëse kanë qenë të përzirë në një lagje, në një fshat, në shaj respekti dhe solidariteti kanë organizu iftar. I kanë thirë komshit, musliman, në iftar dhe kanë ndodhë, e kam të konfirmuar informatën, kanë ndodhë që edhe atë ditë kanë agjeru, vetëm në emër të kësaj ndjeshmërie, në emër të këtij solidariteti, në emër të kësaj harmonie. Prandaj ne jemi vëllezër. Ka përzgjedhur të mos agjeron është e drejtë e tina, ai din arsyet e tij. Mirë po, në emër të kësaj harmonie të mundohemi që të kemi këtë ndjeshmërinë e respektit karshi atyre të cilët po agjerojnë qoftë në raportet kolegiale e GTU. Unë në mbyllje të këtij ligjërimi që ju bët në këtë hapësirë nektari këtu mbi gjithë aspektet e agjerimit, ndjej që ato që na kanë ndjekur, sikur më thonë, falenderoj edhe nga ana jonë, pos falënderimit personal, Hoxhën e nderuar Enes Goga për të gjithë shpjegimet që dha, sepse vërtet për ti sot kemi mësuar jashtëzakonisht shumë. Madje, sikur parandije që këtë falënderim ma kërkojnë dhe ato të cilët deri në këto momente ka qenë dilematik, duke thënë, po, ti mundesh dhe ato që sot mund t'i thonë vetës, po, ne mundimi dhe do të agjerojmë. Faleminderit për gjithçka thatë në këtë hapësirë. Bashkë miru takofshim në emisionet të tjera.